Sot është dita kombëtare e rinis, dita kur më 8 dhjetor të vitit 1990, lëvizja e studentëve dhe pedagogëve i dha fund regjimit 50 vjeçar komunist dhe i hapi rrugën demokracisë në vend. Kjo ditë e shënuar, e shpallur festë zyrtare që prej vitit 2009 i hapi rrugë rënies së diktaturës fal guximit të mirat të rinjve që u përballën me një nga regjimet më të ashpra në vend. Me sloganin e njohur e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, nisën protestat paqësore në sheshe të studentëve dhe pedagogëve nga universitetet e Tiranës, të cilëve ju bashkuan edhe shumë qytetarë që kërkonin pluralizëm politik, integrim evropian dhe vendosjen e parimeve perëndimore të shtetit të së drejtës në Shqipëri. Në natën e 8 dhjetorit, rreth 300 studentë nisën atë që më vonë u quajt lëvizja studentore e viteve 90. Shkaku bë fillimisht fikja e dritave në qytetin Studenti. Të rinë marshuan nga qyteti Studenti drejt qendrës së Tiranës. Ata fillimisht nisën bojkotin e mësimit, më pas parashtruan kërkesat e tyre të para, që kishin të bënin kryesisht me kushtet e vështira në të cilat gjendeshin shqiptarët. Pas 2 ditësh, më datë 11 dhjetor, Ramiz Alia konfirmoi zyrtarisht pluralizmin politik. Lëvizja studentore e vitit 1990 cilësohet si e vetmja lëvizje paqësore që ndryshoi historinë e Shqipërisë.